vërtet si me i burr të martuar. Kështu që e ka që ti më ku si emocion. Po mos kishe qenë martuar ti. Te butoni. Çaj të mirë te butoni. Çaj të mirë te butoni. Ti ajke, po sa se ke po. Ti atë Rogertit, o Rogerte, po mos kishe qenë martuar kishe di se çfarë kisha bërë. Dhe kjo çfarë në njëjta te butoni. O njëri, po mos kishe qenë martuar ti. A kupton që keni të njëjtën lojë të dashura, kështu që vazhdoni. Dihuni me fjush dhe shifeni se kush nga ju dyja e ka bërë dojën më të mirë me ditën e 50, jo ditën e 90. Kam bërë këto, ato janë gjëra të para. Njëra më parë shumë se tjetra. Vjen keq për ty që marr në ortaka kaq shumë. Ortaka kaq po normal ti këndosh të veshi, gomari për këtë edhe gomari fituron. Për këtë zgjesh fituron ha, edhe gomari fituron për këtë. Ta japim me 1000 firma. Le pastaj për këtë tjetër. Mjafton shkojnë TikTok aty. Gomari fituron ti në Kosovë. Ajo ka përdor atë. Për popularitetin e ka përdor që ja the edhe ti dje. Popularitetin? Po, duhet të femrat e gjithë botës. Duhet të ul durat e gjithë botës. Po, duhet i dal femrave të botës. Ajo goca ujë të pozu. Ua. Tu i dal shumë, popularitetin shumë e parë. Të paktën populariteti që ka unë është më me kualitet. E ka marrë nga skena, nga projekte artistike. E ka marrë nga gjithë bota. Kam përfaqësuar Shqipërinë në gjithë botën. Atë popularitet që ka unë paktën e ka me kualitet. Edhe ndoshta Mali di më mirë se deri tash me lojën time. Mirë, Mali nuk kam kohë për ty sot. Mali s'kam kohë për ty sot. Me burr të martuar kemri. Sot nuk kam kohë për ty. Çfarë kualiteti që më rrive me kualitet? O pse më vol kot? Mali s'kam kohë për ty. Me kualitet, çfarë kualiteti? Me krevet. Populariteti për jetën time artistike është me kualitet. E këtu ç'është më rrive deri tash? Populariteti për jetën time artistike është me kualitet. Me çfarë kualiteti? Nëna jote ka ndasë me çfarë kualiteti? Me çfarë kualiteti këtu më rrive? Me pjesën artistike, okay. Për pjesën artistike se kam fjalën parë. Dëgjoj, pastaj kundërshto. Po flisë për pjesën artistike. Ti dëgjoj, ai po flisë për pjesën time artistike. Jo, është një artiste që ka ndarë skenën disa herë. Nuk e kam absolutisht nuk e përzi familjen. Kur e pash tani që e pash, e mbaj mend që për pjesën artistike tonë. Për pjesën artistike po flisë. Atë dëgjoj mirë pastaj kundërshto. Dëgjoj mirë dhe pastaj ata kem rri këtu vetëm me mirën. Me mirën, çka ku vale mirë. Fol për to, çka ku e di. Dëgjoj mirë dhe pastaj eja pas. Tu kem rri, na do të për popularitetin që ka marrë nga jeta ime artistike. Populariteti që ka marrë nga Big Brother nuk e di se s'kam dalë akoma jashtë për ajrosje. Nga populariteti që ka marrë nga Big Brother nuk e di akoma. Ti e kon kërcimtore, ti e kon kërcimtore atë kur time artistike. Ajo tha, kjo ka më shumë popularitet se ti, se e ka marrë në Tajland dhe thash të paktën populariteti i jetës time artistike është më me kualitet. Kam përfaqësuar vendin ton mbar botën. Dhe ti duhet ta dish më mirë se sa unë. Rregull, këtu ç'u mrive deri tash. Ç'u mrive këtu deri tash. Kështu që për pjesën time do të flas për Big Brotherin tim. Ç'u mrive deri në këtë. Do të flasim për Big Brotherin tim. Do të flasim për lojën time. Ç'u mrive deri në këtë. Po të pyes, do të flasim për lojën time? As po kupton pyetjen a çam pyetje? Atëherë flasim nesër. Ë? Çam pyetje? Nesër se sot jam në zonë. Sot e kam zënë orare. Sot kam Juelën, kam Brikelën, kam Mateon, kam Rogertin nëse do kem kohë, kam Tanin, ty nesër.